Do të flasim sot për një ligj që për mendimin tim është një shembull global në Francë. Është vendi i parë që ka pak kohë që gjobit tani supermarketet, detyron supermarketet të japin për bamirësi ushqimet që më tej hidhen, ato që mund të jenë afër në prag skadence, në prag të skadencës. Dhe është një nismë, domethënë një ligj fantastik për mendimin tim për të varfrit, për jetimoret, për bankat e ushqimit, duke ndihmuar të gjithë shoqërinë franceze. Do të flasim për këtë temë në mënyrë më të thellë me ekspertin e ekonomisë dhe pedagog Igli Tola, i cili kemi kënaqësinë ta kemi sot në studio, dhe më tej do të flasim edhe me në lidhje në WhatsApp me Ami Bekteshi, që është gazetare e cila jeton në Francë, në kanë Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët të dy. Doa ta nis me ty, me thënë drejtën më ka marrë malli të dëgjoj zërin në radio. Kam qenë fans dhe mbetem fans i yti si në karrierën tënde radiofonike, por na trego pak na shpërmisa që mëngjes tash na lër çik shumë modest. Atë na trego pak për se si edhe çfarë synon të bëj ky ligj në Francë, si po zbatohet. Ju përshëndes të dyve, përshëndes të ftuarin tuaj në studio, përshëndes veçanërisht shokun tim vjetër të topit Vinin, i përshtatëtor. Sa i përket kësaj iniciative, kjo është një iniciativë e cila po ashtu siç thatë ju në studio, së fundmi ka filluar që të vendosen gjoba dhe ligji të shtrëngohet, për të detyruar sa më shumë markatat me sipërfaqe të mëdha, rreth 400 metra katror, si dhe ndërmarrjet e cateringut që të mos shkojnë deri në shpërdorimin e ushqimit, pra në food waste. Por është një iniciativë e cila ka lindur realisht në vitin 2016 në atë që njihet si Loi Garot. Ka qenë një iniciativë e cila fillimisht i ka ftuar sipërfaqet e mëdha, ato që quhen në Francë les grandes surfaces, pra marketet mbi 400 metra, që të mos e shpërdorejnë ushqimin që ngjelet pranë afatit skadencës, duke dhuruar në organizata bamirësie apo në bankat e ushqimeve. Është një iniciativë e cila sigurisht nga praktika në realitet ka pengesa të veta, sepse nuk funksionon gjithmonë ashtu siç duhet. Në rast të parë është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që ushqimi që dhurohet është vetëm ai organik. Pra janë vetëm frutat, perimet, janë mishrat e ndryshme, dhe këto, nëse do të duhet të transportohen, do të duhet që të respektohen ligje shumë të rrepta të transportit ushqimor, sepse duhet respektuar zinxhiri i temperaturës ushqimore. Ndaj, edhe shumë organizata ushqimore kanë patur frikë fillimisht të ndërmarrin këto hapa, sepse mos harrojmë që ka dhe pasoja si helmimi ushqimor. Dhe ka patur shumë ndërtar, të cilët edhe janë gjobitur, sepse ka patur konsumatorë të cilët kanë denoncuar për këtë gjë. Ndaj, edhe praktika me realitetin, me teorinë ndryshojnë. Fillimisht ka qenë vështirë të binden, edhe pse populli francez është një popull shumë i ndjeshëm në këtë temë dhe zakonisht për iniciativa të tilla të gjithë njerëzit janë dakord dhe kanë nisma të tilla. Është detyruar në vitin 2024 shteti francez që ta përshkallëzoj edhe me gjoba, me ndërmarrje gjobash të iniciativë, sepse nëse më parë food waste shkonte në 8.8 milion tonelata në vit në Francë, në vitin 2025, përpara një viti, statistikisht, programat e fundet janë që food waste është në 9.7 milion ton, që do të thotë që në realitet nuk është se ka funksionuar shumë si praktik. Pra është një iniciativë e cila ka përpjekje të madhe, por realiteti është gjë tjetër. Dhe duke marrë parasysh që 50% e food waste-it janë të konsumueshme, janë ushqime të konsumueshme, ndërsa 50% e tyre janë të pakonsumueshme, siç mund të jenë lëkurat apo kockat e kështu me radhë. E qartë. Po, pse është e limituar në produktet e freskë, në produktet e freskëta? Apo ato që janë me skadencë më të gjatë? Kanë rrezik të lartë helmimi, prandaj. Dhe duke qenë se produktet e freskëta janë produktet të konsumimit, kanë afate më të shkurtra dhe janë më të detyrueshëm që t'i japim. Pra, nëse një frut rri 2-3 ditë në bankat e marketit, një produkt industrial i cili shkon drejt në makaronat, po. Shiten, po, nuk ka. Shitet, mund të jetë më e gjatë si kohë. Igli, si e shikon këtë lloj iniciative? Edhe mund të aplikojë diçka e tillë edhe në Shqipëri?
në mënyrë suksesshme, duke mësuar edhe nga gabimet e Francës, po themi, po edhe këtu shumë ushqim hidhet poshtë sepse arrin datë skadencën, nuk është më i shitshëm dhe pastaj mbushen kazan plerash me këto. Është problem global. Aktualisht shpërndarja ose alokimi i aseteve, i resurseve në mënyrë të pabarabartë për shkak të zhvillimit të shoqërisë njerëzore, globalizimit, shoqërisë konsumiste e kështu me radhë, ka bërë që një nga problemet më të mëdha të jetë pikërisht kjo, pra të jenë themi mbetjet dhe menaxhimi i tyre, dekompozimi, riciklimi e kështu me radhë, por njëkohësisht edhe produktet të cilat nuk janë të konsumueshme për shkak të shpërndarjes tyre jo të barabartë, normalisht që shojnë drejt skadencës ose mos përdorimit në atë target group klientele apo konsumatorësh që janë qasur. Ndaj mendoj që si problem ky është po aq prezent në gjithë shoqëritë, absolutisht dhe në Shqipëri, por kur shohim një shoqëri si ajo franceze që një ligj të kësaj natyre ka miratuar në Senat në 2016-ën, si fillim jo të detyrueshëm për të zbatuar, por në trajt konsultimi dhe më pas tashmë për shkak të problematikave edhe detyrohet që ta përshkallëzoj përmes masave penalizuese, sanksione, gjoba, duket që nuk është krejt kollaj i aplikueshëm. Ndaj mendoj që absolutisht vendi është që në Shqipëri të ketë edhe ligje të kësaj natyre që shkojnë përtej atyre që ne ndryshe i njohim në ekonomi si përgjegjësi sociale apo social responsibilities që korporatat duhet kenë, por aplikimi i tyre dhe zbatueshmëria e tyre e para bëhet e vështirë dhe e dyta krijon kosto shtesë të cilët duhet parë se sa të gatshëm janë këto kompani, këto korporata që tu qasen. Pra, nëse shteti do të ndërmarrë një masë të tillë normalisht për një periudhë kohe tranzitore, të paktën duhet jetë edhe facilitator në këtë aspekt për të organizuar pse jo transportin, për të organizuar pse jo themi atë bashkëpunimin me shoqatat vullnetare, themi ose organizata të ndryshme të cilët merren me këtë problematik sociale që në një farë mënyrë do t'i themi reduktonte kostot shtesë ndaj rrjeteve të supermarketeve apo hipermarketeve, të cilët thash në base në të momentin e parë do të ishin hezitues, sepse normalisht do ishte reduktimi i marzhit. Pra një rritje direkte e kostove për operimin e tyre do përkthehen në mënyrë direkte në një reduktim të marzheve të tyre të fitimit, që pastaj është diçka që shkon kundër logjikës biznesit, sepse çdo supermarket ka dalë për të fituar. Ka qëllimin fitim prurse në thelb.